Historia e kinematografisë kosovare lidhet ngushtë me Kosova Filmin, shtëpinë e parë filmike në Kosovë. Që nga themelimi me 1969, 10 filma janë realizuar nga kjo shtëpi filmike, e cila pas miratimit të ligjit të ri për kinematografi në vitin 2023, ka kaluar në pronësi të qendrës kinematografike të Kosovës. Si njësi e veçantë në kuadër të QKK-s, Kosova Filmi funksionon edhe si arkiv i filmit të Kosovës. 19 prej 35 filmave të krijuar nga Kosova Filmi gjatë viteve poruhen në njërin prej hapësirave të qendrës kinematografike të Kosovës në kushte jo edhe aq të mira. Blerta Zeqiri, drejtoreshe e QKK-s, thotë se 8 prej këtyre filmave janë të digitalizuar. Zeqiri thekson se këta filma janë mbledhur në të kaluaren nga Kosova Filmi gjatë kohës sa funksiononte si institucion i filmit. Në të kaluarën, do me thënë, Kosova Filmi gjatë periudhës funksionimit të vetë prej vitit 1969 deri në pak para luftës, i ka prodhu gjithsej 35 filma, prej të cilëve 19 i kemi ne këtu, po prapë po them nuk janë në gjendje të mirë këta filma, por i kemi edhe i ruajmë si sytë e ballit. Miremi me ta, do me thonë, edhe mundohemi me bot çmos që me i rujt edhe pse janë në kushte jo të mira, do me thonë duke u rujt. Jo të përshtatshme edhe jo si duhet. 8 prej tyre janë të digitalizuar, prapë po them, ai digitalizim nuk është ai që duhet, sepse nuk është digitalizim i sorsës parë, por është i kopjes mas kopjes. Drejtoresha Zeqiri thotë se një punë e vazhdueshme po bëhet për kthimin e filmave të Kosova Filmit që janë të bllokuar në arkivin e Serbisë. Por për këtë sipas saj duhet ndihma e ndërkombëtarëve. Këta filma, do me thonë, ne kemi vështirësi me i marrë edhe jemi duke punu edhe me ndërkombëtarët për me na ndihmu në kthimin e këtyre filmave tek ne në Kosovë. Zeqiri thotë se Kosova Filmi do të mbajë edhe përgjegjësinë për themelimin e arkivit të filmit, diçka që sipas drejtoreshës shihet si mjaft e rëndësishme. Ne kemi punu edhe jemi duke ndërtu një platformë e cila do të shërbej edhe si një lloj arkivi, themi online i filmit, por që nuk do të jetë i qasshëm, do me thonë, për publikun pa leje të posaçme qysh i takon arkivit, por në të njëjtën kohë edhe një platformë në të cilën do të shikohen filmat të cilët i ka prodhu QKK-ja e Kosova Filmin të kaluarën. Filmat e prodhuar nga Kosova Filmi pritet të shfaqen edhe në kineman ABC në Prishtinë, e cila së fundi është marrë në menaxhim nga QKK-ja. Patjetër se ne kur të fillojmë, do me thonë, më në fund punën me kineman ABC, sigurisht se do t'i shfaqim këta filma dhe do t'i ftojmë përsëri publikun që me pa dhe me pa prej kujt ja ka fillu, se gjithçka s'ka fillu nga sot, po ka fillu shumë më herët. Era dhe Lisi, Njeriu prej dheut, Proka, Rojet e mjegullës dhe Kukumi janë disa prej filmave më të njohur të prodhuar nga Kosova Filmi.